Qytetarët të Republikës, simpatizantë të lëvizjes Pash, një falënderim dhe një duartrokitje të fortë për t'ia nisur në këtë protestën tonë pa nga parlamentave më të korruptuara dhe me deputetët më të pasur dhe ministrat më të pasur dhe kryeministrin më të pasur në rajon dhe jo vetëm. Një duartrokitje jo vetëm për shkak të pranisë dhe të pjesëmarrjes sot këtu, se në fund qitës si njerëz të vendi, si qytetar të këtij vendi, si nënshtetas të këtij vendi, e kemi për detyrë dhe obligim mi ndalë në ballë dhe mi ndalë në sot, vetës sonë, perspektivës sonë, të ardhmes sonë, atë theut tonë përbashkët, ku ai është përballë rrezikut të një regjimi kleptokratik dhe përtit dhe më autoritar. Që nga nëntori kur prokuroria e speciale, e posaçme, i ngriti akuzë dhe më pas i shtoi në 8 akuza tjera, në 9 akuza tjera, zonës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës Belinda Ballukut, e deri tani në mars shohim se dramës Rama Balluku tashmë po i vjen fundi. Kjo dramë e cila sipas kryeprokurorit përgjithshëm Klodian Brau ka plot 16.000 faqe, ose sipas tij, nëse do t'i printonin në 2 furgona për plot me letra ose me letërsi ku dokumentohet me qartësinë më të plot realiteti i ashpër i hajdutërisë dhe i kapjes dhe i nënshtrimit dhe i shfatjes së këtij vendi. Dhe tani që shfaqjes teatrale po i vjen fundi, edhe personazhet po bëhen më të qartë. Edi Rama, ai i cili deri mëdje hiqej si babai, mbështetësi, dashnori më i famshëm i reformës në drejtësi, po shohim se si prej disa muajsh po sillet dhe po sulmon qoftë institucionet e reja të drejtësisë me një gjuhë përtit e më tashpër dhe përtit edhe më banale. Edi Rama, të cilit i kanë shku 30 ose 40 bashkëpunëtor të afërt, ministra, deputet, kryetar bashkish në burg të akuzuar për korrupsion, tashi po shohim se si po i hajnë dardhat para syve dhe më shumë gjas është bashkëpunëtor në ngrënien e atyre dardhave. Ne po shohim se si këta njerëz, cilët përveç se kanë vjedh popullin më të varfër në Europë, popullin cilit i taksojnë 20% në çdo bukë që plejnë, shohim se si po i rënojnë edhe idealin e tyre për të jetuar më në fund në një vend normal, demokratik, ku institucionet funksionojnë dhe drejtësia po bën punën e saj. Me rënien simbolike nga pushteti dhe nga ofiqet të Belinda Ballukut, po shohim se si në skenën politike po ngrihet fuqishëm ballukizmi. Ballukizmi si një ideologji e re e korrupsionit shtetëror. Shohim se si Edi Rama, ai i cili ka praktisur gjithë bashkëpunëtorët e tij të afërt, po i han gjitha fjalët e veta dhe po e mbron Belinda Ballukun, se ajo është viktim ose punëtore e madhe, thonë ju, siç edhe i referohet. Jo, por sepse ka dyshime serioze se vetë Edi Rama mund të jetë i implikuar në aferat e Belinda Ballukut, e cila është nga personazhet më okult në historinë politike 35 vjeçare të Shqipërisë. I njeri pa karrierë publike, pa karrierë profesionale, pa karrierë politike, u shfaq një ditë nga hiqi dhe befas u kthye në numrin 2 të pushtetit, të njeriut i cili ka pushtetin dhe parat brenda partisë edhe qeverisë së Republikës së Shqipërisë. Prandaj shumë njerëz të ditë kanë thënë, boshte kot protestosh. Edhe prandaj thash edhe një duartrokitje, sepse realisht duhet i forcë shpirtërore, edhe duhet vullnet të ngrihesh edhe dalësh në mejdan. Një vend, dhe këto ditë kemi quar se si da kanë thonë Edi Rama, ka i shumicë parlamentare ushtarake, ka 83 deputet,
ka oligarkët me vete, ka mediat e mdhaja me vete, ka me dhjetra opinionistë, cilët dalin natë për natë, prej 30 vitesh, natë për natë, duke thënë broçkulla në emisionet televizive, ka bandat, ka gjithë shka, po, mund t'i ketë qida këto Edi Rama, mund t'i ketë, ama jo një populli, pas një individi nuk i lejohet që të vdes pa gojë, nuk i lejohet që të mos e thotë fjalën e vetë. Pra? Nuk ka, prandaj jemi sot këtu për të thënë fjalën tonë. Jemi sot këtu për të thënë fjalën tonë, sepse po heshtëm edhe ne, këtu për ditën më tepër do të normalizohet qoftë korrupsioni, qoftë kulti pa ndushkueshmërisë, qoftë gangsterizmi. Dhe do të jemi këtu pikërisht që të mos i lejojmë që të normalizohet rikthimi i një Shqipërie e cila nuk ka më shpresë për njerëzit e saj. Dhe ju kërkoj ndjesë për shkputjet edhe zgjatjen kohë, fjalën ja jap deputetit të Lëvizjes Bashkë, përfaqësuesit parlamentar, të Redi Muçin, cilin e kemi çuar bashkërisht gjithë ne bashkë në parlament me fëmira cilat çdo 15 minuta kanë probleme teknike.